Hetuesit e politikanëve duhet i thonë lam të mirë privatësisë së tyre. Njerëzit që do të bëjnë pjesë në byron kombëtare të hetimit dhe prokurorinë e posaçme do të jenë në përgjigjem përhershëm të telefonatave dhe llogarive bankare. Sipas ligjit të ri për institucionet që luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, hetuesit dhe familjarët e tyre nuk lejohen të përdorin një numër tjetër telefoni dhe adresë tjetër emaili përveç atyre që u jep shteti për 10 vjet radhazi. Nëse oficeri përgjegjës i byros kombëtare ka dyshim të arsyeshëm se një telefonat, mesazh apo komunikim me postë elektronike është provë korrupsionit, nxjerrjes informacionit, komunikimit me organizata kriminale, ndikimit politik apo çfarë do lloj veprimi tjetër, ai raporton atë një prokurorit posaçëm. Thuhet në ligjin i cili detyron shtetin të gjejë zyra punë byros kombëtare të hetimit dhe të nisë rekrutimin e stafit të saj 4 muaj pas miratimit të ligjit, pjesë e reformës në drejtësi. Prokuroria e posaçme dhe byroja kombëtare e hetimit, të njohura në siglën SPAK, do të hetojnë zyrtarë të gjithë niveleve përfshirë politikan dhe gjyqtar. Do të kenë akses të drejt për drejt në sistemin e informacionit apo bazat e të dhënave të gjithë organeve shtetërore. Sipas ligjit të ri, drejtori i byros ka mandat 5 vjeçar. Ai propozohet nga drejtuesi dhe 2 prokurorë të prokurorisë posaçme dhe emërohet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Byroja kombëtare e hetimit do të jetë një seksion i specializuar i policisë gjyqësore që vepron vetëm në drejtimin e prokurorisë së posaçme. Një organ i ri ky i krijuar në kuadër të reformës në drejtësi. Drejtuesi i byros, ndryshe nga ai i ish, duhet të ketë vetëm shtetësinë shqiptare dhe arsim të lartë policor në drejtësi ose ekonomi. Me këtë arsim duhet të jenë dhe hetuesit e tjerë të kësaj strukture.